Kjo është propaganda anti-shqiptarëve. Shqipëria, zotëri, do bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta fiksojnë mirë armiqtë e Shqipërisë. Ta fiksojnë mirë ata pederastët dhe Gonzatos me shok. Shqipëria, të lutem, e ka deklaruar vetë, të lutem. Dakor. Ishim mirë të Amerika, ishim mirë. Pra, Shqipëria do bëhet Shqipëri tamam siç është parashikuar dhe sikur se është planifikuar që në vitin 1920. Ne jemi sot shtet fal ndërhyrjes së ish presidentit amerikan që i ndrit shpirti Woodrow Wilson. Ai e shpëtoi Shqipërinë nga kthetrat e këtyre evropianëve tanë të dashur që